përshëndes të nderuar shikues nga studio e lajmeve në Blu Televizion. Bashkia e Vlorës ka hapur së fundmi një parkim të ri në zonën e ujit të ftohtë, por situata në teren dëshmon se shërbimi ka nisur pa plotësuar as kushtet më minimale për të qenë plotësisht funksional. Por jo vetëm këtë, edhe vetë ofrimi i shërbimit me orare të cunguara krijon paqartësi. Bashkia e Vlorës ka hapur së fundmi një parkim të ri në zonën e ujit të ftohtë, por situata në teren dëshmon se shërbimi ka nisur pa plotësuar as kushtet më minimale për të qenë plotësisht funksional. Ndonëse qytetarëve u kërkohet të paguajnë sipas çmimeve të afishuara, aty mungon infrastruktura mbështetëse domosdoshme. Aktualisht nuk ka as tra elektronik për kontrollin e hyrjeve dhe daljeve, as një kiosk modeste për punonësit dhe aq më pak një program kompjuterik për llogaritjen e saktë të kohës së shëndrimit të mjeteve. Por jo vetëm, edhe vetë ofrimi i shërbimit me orare të cunguara krijon një paqartësi absurde. Menaxhimi bëhet vetëm deri në një orë të caktuar të natës, pas së cilës hapësira lihet jashtë kontrollit. Në mëngjes situata bëhet edhe më e çuditshme. Punonjësi i turnit të parë mban shënim me dorë targat e mjeteve që kanë hyrë në parking pas mbylljes dhe ja përsjell listën policisë bashkiake. Mbetet ende e paqartë se si procedohet me këtë informacion. A përdoret thjesht për të vjel detyrimin e papaguar, apo përkthet drejt për drejt në gjob për qytetarët? Jemi në ujit të ftohtë dhe prej 3 ditësh është hapur parkimi me pagesë i Bashkisë Vlorë dhe Vlora Parking. Pikërisht këtu vëmë re që ende nuk është sistemuar siç duhet dhe ka një farë rrëmuje, kaosi dhe çorientimi. Makinat futen, por jo të gjitha makinat që futen e kanë të qartë që ky është një parkim me pagesë. Një pjesë e tyre faturohen, një pjesë ende nuk faturohen për shkak se nuk lejojnë kushtet. Ndërkohë, makinat që hyjnë gjatë natës edhe ato kanë problematikat e tyre sepse nuk ndodhet askush këtu për të bërë faturimin. Problem tjetër është hotelet dhe rezidentët. Hotelet, sipas informacionit që morën në terren, kanë gjetur një zgjidhje të përkohshme ku ata bllokojnë një vend parkimi dhe pagojnë një tarifë për 24 orë. Ndërkohë, rezidentët edhe ata, sipas informacionit që ne kemi, duhet të paguajnë. Por paradoksi i thellohet kur sheh financat. Shumë hapësira publike në Vlorë kanë kaluar tashmë në administrimin e ndërmarrjes Vlora Parking. Kjo shoqëri aksionere e bashkisë u krijua në vjeshtën e vitit 2024, periudhë ku ju miratua edhe një kapital fillestar prej 3.5 milion lekësh të reja, i akorduar drejt për drejt nga buxheti i qytetit. Përveç këtij fondi, në prill të vitit 2026 u hap edhe një procedurë tenderimi me fond limit prej afro 14.3 milion lekësh të reja, posaçërisht për blerjen e një sistemi parkimi me pajisje kontrolli dhe sigurie për Vlora Parking. Pra, ndonse në total janë alokuar rreth 200 milion lekë të vjetra për investime dhe paga, qytetarët vazhdojnë të parkojnë partizançe. Ata lënë mjetet si dhe ku të munden, duke u endur me frikën se nëse nuk e gjejnë aty punonjësin për të paguar tarifën fizikisht, policia bashkiake do t'i gjobis pa të drejtë, apo akoma dhe më keq do t'u ngrej makinën me karotrec. Edhe pse së fundmi qarku i Vlorës është përballur me disa vatra zjarri, bilanci për këtë vit paraqitet më pozitiv krahasuar me 2 vitet e mëparshme. Sipas emergjencës civile pranë prefekturës së Vlorës, numri i zjarreve ka shënuar një ulje rreth 60% krahasuar me vitet 2024 dhe 2025. Edhe pse gjatë javëve të fundit qarku i Vlorës është përballur me disa vatra zjarri, bilanci për këtë vit paraqitet më pozitiv krahasuar me 2 vitet e mëparshme. Sipas të dhënave nga emergjenca civile pranë prefekturës së Vlorës, numri i zjarreve ka shënuar një ulje me rreth 60% krahasuar me vitet 2024-2025. Autoritetet e lidhin këtë rezultat me masat parandaluese, sensibilizimin e komunitetit dhe bashkëpunimin mes institucioneve, ndërsa hetimet për zjarrvënjet vijojnë. Shifrat janë bërë të ditura nga përgjegjësi i emergjencave civile pranë prefekturës së Vlorës, Robert Skëndaj, i cili thekson se një ndikim të rëndësishëm kanë patur takimet sensibilizuese me komunitetin dhe ndërgjegjësimi i qytetarëve për parandalimin e zjarreve. Atëherë faleminderit për intervistën. Paraprakisht duhet të them që sezoni i vjetshëm ka filluar në krahasim me vitin e kaluar, jemi me situata më pak zjarre në territorin e qarkut Vlorë. Këtij sezoni ne i kemi paraprirë me takime sensibilizuese që kemi bërë pothuajse në çdo bashki, kryesisht në zonat me risk më të lartë që duke u mbështetur në eksperiencat e viteve 2024-2025. Për periudhën e deri tanishme,
vlen të përmendet që situata është pothuajse 50-60% më pak raste zjarri se viti 2025 dhe zjarret që kemi pasur kryesisht janë sipërfaqe shumë të vogla dhe nuk ka është dashur ndërhyrja dhe bashkëpunimi në situata emergjente, por vlen për të përmendur se deri aktualisht kemi 4 vatra zjarri, të cilat kanë qenë më problematike, jo se kanë krijuar dëme të konsiderueshme në terren, po për shkak të intensitetit, temperaturave dhe erës së fuqishme që kanë qenë në terren, për momentin ato paraqiteshin të rrezikshme. Vlen të përmendet situata në fshatin Shelegar, në bashkinë e Sarandës, situatat në Vumlo, në Pilur, bashkinë e Imarës, kemi situatën në pyllin e Sodës, bashkim Vlorë, njëkohësisht edhe zjarrin që ishte ditën e dieshme në njësinë administrative Ksamil në bashkinë e Sarandës. Kryesisht këto situata janë përballuar me kapacitetet e qarkut të Vlorës, por vlen të përmendet që në 2 raste kemi dashur dhe mbështetjen si nga KMC-ja, ashtu dhe nga bashkitë fqinje, dhe në rastin e Ksamilit kemi pasur mbështetje edhe nga qarku i Gjirokastër, kryesisht nga. Çfarë dëmesh janë shkaktuar nga? Atëre, dëmet kryesisht janë, po ti zë me radhë. Në Shelegar, kryesisht është djegur një sipërfaqe jo shumë e konsiderueshme, rreth 2 hektar, por është një sasi, do me thënë se rrënjët të ullirit kryesisht janë ulli një shumë vjeçar. Përsa i përket Ksamilit, është kryesisht janë djegur shkure. Në pyllin e Sodës kemi përshkrim të sipërfaqes pyllit të Sodës, kryesisht janë mbetjet halore që ndodhen në territor, ndërsa në pjesën e Vumlos, në Pilur, në bashkinë Imar, është djegur shkure dhe barishte. Një vlerësim dhe një bashkëpunim i mirë për këtë periudhë është përsa i përket edhe me Drejtorinë Vendore të Policisë, përsa i përket zbulueshmërisë autorëve të vendosjes së këtyre zjarreve. Si ka qenë zbulueshmëria? Atëre janë proces hetimor nga ana e strukturave përkatëse. Janë dyshime të forta që zjarri Ksamilit është shfaqur për shkak të përdorimit të fishek zjarreve në orët e vona të natës, ndërsa zjarri i Shelegarit është si pasojë një mase për shkak të mbingarkesës së gabinës elektrike në Shelegar të bashkisë. Një domosdoshmëri e madhe janë se s'bën takime sensibilizuese. Kur në këto takime marrin pjesë aktorët dhe faktorët që shërbejnë si për parandalimin, ashtu dhe për eliminimin e pasojave të situatave nga zjarret. Tu duhet përmendet që në këto takime kanë pasur si nga strukturat, nga prokuroria, Drejtoria Vendore e Policisë, deri dhe tek çobani. Kanë qenë prezent në këto takime për sensibilizim. Megjithatë, Skëndaj thekson se sezoni zjarreve nuk kufizohet vetëm në muajt e verës, sipas tij për shkak të djegjes së kullotave dhe pastrimit të tokave bujqësore. Rreziku nis që në muajin janar dhe zgjat deri në tetor apo dhe në nëntor. Skëndaj nënvizon gjithashtu se ka patur një bashkëpunim të ngushtë mes prefekturës, policisë së shtetit, strukturave të mbrojtjes nga zjarri dhe prokurorisë për zbardhjen e rasteve. Sipas tij, pjesa më e madhe e zjarreve janë tashmë të dokumentuar dhe autorët janë identifikuar ose janë në proces identifikimi. Për zjarrin e madh në Ksamil, dyshimet paraprake flasin se ai mund të jetë shkaktuar nga fishek zjarret e përdorura gjatë një feste, ndërsa për vatrat e tjera hetimet vijojnë për të përcaktuar shkaqet dhe përgjegjësit. Atëre është hipokrizi që të them që rreziku ka kaluar, për arsye se nga viti në vit shohim që shtrirja e zjarreve nuk është më vetëm sezonale, korrik gusht ose shtator, por shtrirjen e zjarreve ne pothuajse fillojmë që nga janari dhe vazhdojmë deri në muajin nëntor. Përsa i përket kësaj problematike që qarku i Vlorës për vitin 2025 ka qenë një nga qarqet më problematike përsa i përket si sasisë së zjarreve, ashtu dhe dëmeve të bëra, kryesisht në bashkitë Delvin dhe Fini që kanë qenë më problematikat, situatat janë kthyer në normalitet dhe kundrejt akteve normative të qeverisë shqiptare,
kanë dalë fondet përkatëse për kompensimin e dëmeve, si në bashkinë e Delvinës, ashtu dhe në bashkinë. Sa i përket dëmeve, emergjencat civile bëjnë me dije se 4 vatrat më problematike të këtij sezoni kanë qenë në Shelegar, Ksamil, Pilur dhe zonën e Pyllit të Sodës. Deri më tani janë evidentuar rreth 2 hektar sipërfaqe e djegur në Shelegar dhe rreth 3 hektar në Pyllin e Sodës, ndërsa grupet e verifikimit vijojnë punën në teren për të përllogaritur dëmet e plota edhe në zonat e tjera të prekura. Plazhet publike të qytetit pasqyre pasigurisë për jetën, pushues të ndryshëm për Blu Televizion përcjellin shqetësimin e mungesës në kulla të vrojtuesve, çka sipas tyre i bën ata të ndjenë të rrezikuar, veçanërisht moshat e fëmijëve. Mungesa e vrojtuesve të plazhit po kthehet në një nga shqetësimet më të mëdha të pushuesve që kanë zgjedhur Bregdetin e Vlorës për të kaluar pushimet verore. Edhe pse qyteti pret mira vizitorë çdo ditë gjatë gjithë sezonit turistik dhe Bashkia e Vlorës ka përcaktuar një numër plazhesh publike për gjatë vijës bregdetare, në shumë prej tyre mungon një nga shërbimet më të rëndësishme për sigurinë në det, ai i vrojtuesve të plazhit. Blu Televizion ishte në një prej plazheve publike të qytetit ku pushuesit ngritën shqetësimin se mungesa e vrojtuesve i bën të ndihen më pak të sigurt, veçanërisht familjet me fëmijë dhe persona e moshës së tretë. Ata thonë se prania e një vrojtuesi nuk është thjesht një formalitet, por një domosdoshmëri që mund të shmang ngjarje të rënda dhe të garantojë ndërhyrje të menjëhershme në rast rreziku. Në Vlorë, unë i kam dhënë rreth e rrotull gjithë Shqipërisë dhe më shumë nga gjithë më ka pëlqyer Vlorë. Arsyeja është kjo, me madhja, që unë jam qef shumë pas muzikës, dhe ndjek shumë muzikën dhe gjatë ditës rrimë në plazh, në mbrëmje rrimë në lokal. Mirë, çka ka mungesa, duhet ketë më shumë interesim, sidomos në këto privatet e këtu që ka për bashkia. Duhet mirë mbajtur, duhet pastruar, duhet sistemuar, po kjo nuk është as pak e drejtë, se ku do gjithë ka pikë vrojtimi që vrojtohet që mos ketë probleme me njerëzit në det, kur notojnë që është edhe kjo duhet, jetë është domosdoshme, që të ketë vrojtim, një pikë vrojtimi të jetë një person që të vrojtojë njerëzit kur notojnë, kur mund të kenë probleme. Ne jemi nga Devolli. Jemi kënaqur, atë gjithashtu edhe kësaj nenes. Kemi parë, kanë ardhur, kanë mbledhur mbeturinat, kanë rregulluar çadrat. Po, duhet të ketë në fakt, se ka fëmijë të vegjël që i kanë larg. Duhet të ketë. Vrojtuesit janë shumë të rëndësishëm, po fatkeqësisht shumë të s'kam parë. Ne jemi pensionista, valla. Po na dha në lek juve, vetë bëj unë hën. Si shkalla e zhvillimit diet në Shqipëri se sa është. Kështu që se kemi arrit atë standard neve. Pavarësisht se politika, flasin siguri jemi në qiell neve, nuk jam në popullin. Shqetësimi bëhet edhe më i madh për shkak të kushteve të detit. Gjatë ditës së sotme deti ka qenë i trazuar dhe me dallgë të forta, duke e bërë më të vështirë hyrjen në ujë, sidomos për fëmijët, të moshuarit dhe personat që nuk dinë të notojnë mirë. Pikërisht në situata të tilla, prania e vrojtuesve të plazhit konsiderohet jetike, pasi ata monitorojnë vazhdimisht pushuesit dhe ndërhyrën në kohë në rast emergjence. Pushuesit shprehen se po kalojnë pushime të këndshme në Vlorë dhe vlerësojnë pastërtinë e ujit, bukuritë natyrore dhe mikpritjen. Megjithatë, ata kërkojnë që institucionet përgjegjëse të marrin masa për të garantuar praninë e vrojtuesve në çdo plazh publik, duke e cilësuar këtë një standard që duhet të jetë i pranishëm në çdo destinacion turistik. Jam shumë i kënaqur që këtë verë jam në Bregdetin e Vlorës dhe pushimet po i kaloj këtu. Është shumë bukur Riviera shqiptare dhe në plazh ka një fluks të lartë vizitorësh. Por kur deti është i trazuar, patjetër që prania e vrojtuesve të plazhit është një element i domosdoshëm, sepse vetëm kështu garantohet siguria për të gjithë ne pushuesit, vendas apo të huaj. Edhe turistët e huaj, të cilët këtë verë janë të shumtë në Bregdetin e Vlorës, shprehen të kënaqur me qytetin dhe pushimet e tyre. Ata vlerësojnë bukuritë e Rivierës shqiptare, por theksojnë se në plazhet me fluks të lartë vizitorësh dhe sidomos në ditët kur deti është i trazuar, prania e vrojtuesve të plazhit është një element i domosdoshëm për të garantuar sigurinë e të gjithë pushuesve.
Nga vëzhgimi përgjatë vijës bregdetare rezulton se mungesa e vërtetuesve nuk është një problem i izoluar, por haset në disa plazhe publike të qytetit. Në kulmin e sezonit turistik, kur numri i pushuesve rritet ndjeshëm dhe kushtet e detit mund të ndryshojnë nga momenti në moment. Garantimi i këtij shërbimi mbetet një nga masat më të rëndësishme për parandalimin e incidenteve dhe për rritjen e sigurisë në plazhet e Vlorës. Qëndrimi për një kohë të gjatë në diell, gëlltitja e ujit të detit si dhe konsumi i ushqimeve të ndenjura kanë efekt negativ për shëndetin e moshave pediatrike. Sipas mjekes Raimonda Zoto, në qendrën shëndetësore numër 3, numri i fëmijëve që vizitohen çdo ditë shkon deri në 15, një numër ky më i lartë se normalja. Qëndrimi për një kohë të gjatë në diell, gëlltitja e ujit të detit, si dhe konsumi i ushqimeve të ndenjura kanë dhënë efekte negative në shëndetin e moshave pediatrike. Mjekja e qendrës shëndetësore numër 3, Raimonda Zoto, thotë se fëmijët paraqesin kryesisht çrregullime gastrointestinale, që shoqërohen kryesisht me të vjella, diare dhe temperaturë të lartë. Sipas mjekes Zoto, nuk mungojnë as fëmijët që paraqiten në qendrën shëndetësore me infeksione të lëkurës apo qelbëzim të grykëve. Në fakt, duke u nisur nga Stina, që jemi pothuajse në muajin e 2 të verës, nuk është se kemi pasur në fluks të shtuar vizitash. Pra kemi pasur një numër normal vizitash, brenda atij numri normal ditor që ne kemi pasur, por që ka ndryshuar sëmundshmëria, pra natyra e shqetësimeve që kanë paraqitur fëmijët që vinë për vizitë. Nga këto vizitat më të shpeshta që janë bërë, janë vizitat që ku fëmijët kanë paraqitur çrregullime gastrointestinale, më shpesh të vjella, më pak të vjella të shoqëruara me diare, me temperaturë të lartë, kanë paraqitur dermatite, pra infeksione të lëkurës, të marra këto nga kontakti në plazhet. Gjithashtu kanë qenë edhe tonsilitet, kemi pasur edhe raste me tonsilite, me gryk të qelbëzuara, për të cilat janë marrë trajtim. Një pjesë e fëmijëve të cilët nuk janë dominuar me trajtimet që kanë marrë në qendrën shëndetësore, janë paraqitur edhe pranë Spitalit Rajonar Vlorë dhe në dienin ton, në kontakte që ne kemi dhe me mjekët pediatër, nuk është se ka rezultuar ndonjë komplikacion nga këto raste që ne kemi dërguar, referuar. Sipas mjekes Raimonda Zoto, për një qendër shëndetësore, numri i fëmijëve që vizitohen çdo ditë shkon deri në 15. Numër vizitash ky më i lartë se normalja, por në të njëjtën kuotë si viti i kaluar. Mjekja konfirmon se rastet kanë kaluar pa komplikacione të rënda. Zakonisht numri i vizitave varion, nuk është se është i njëjtë në të njëjtën ditë. Mesatarisht, marrim mesatare, është rreth 15 vizita në ditë. Është diçka brenda normale. Normal një mjek pediatër ka 10 vizita në ditë. Po, është mbi normal. Në krahasim me vitin e kaluar? Jo, në krahasim me vitin e kaluar nuk është se kemi një fluks shumë të shtuar. Domethënë është një situatë pak më e qetë. Më e qetë situata, sigurisht po kanë ndikuar temperaturat e larta të moshat pediatrike? Po, kanë ndikuar temperaturat e larta. Shpesh na vinë me temperaturë të lartë pas një shenjë tjetër fëmijët dhe nga anamneza që merret nga prindrit, rezulton që fëmijët kanë qenë të ekspozuar për një kohë të gjatë edhe në oraret e pikut të vapës në diell. Këto raste besoj kanë kaluar pa pasojën të rënda, përveç se ka pasur raste që janë hospitalizuar? Nga rastet që na kanë ardhur këtu, nuk kanë qenë raste që ne kemi referuar për hospitalizim, por me këshilla dhe me orientimet që i kemi dhënë ne, kanë kaluar. Efekti i temperaturave të larta ndjet më tepër te moshat pediatrike, të cilat momentalisht janë grup mosha më e prekur nga virozat stinore.
Numri i lartë i turistëve, rritja e kërkesës për blerje produktesh apo shërbime ka bërë që në jug të rriten çmimet. Pushuesit që zgjedhin Bregdetin e Vlorës, por edhe vlonjatët, tregojnë se po përballen me çmimet më të larta, duke filluar nga produktet e shportës dhe deri tek shërbimet, që marrin dhe kanë një kosto deri në 2 fish më të lartë se më parë. Sezoni veror, numri i lartë i turistëve, rritja e kërkesës për blerje produktesh apo shërbime ka bërë që në jug të rriten çmimet. Pushuesit që zgjedhin Bregdetin e Vlorës, por veçanërisht vlonjatët përgjatë sezonit, siç tregojnë edhe vetë, përballen me çmime më të larta, duke filluar nga produktet e shportës dhe deri tek shërbimet që marrin, që kanë një kosto deri në 2 fish më të lartë se më parë. Kontrollet për çmime sipas pushuesve mungojnë, çka ka bërë që në Vlorë të ketë rritje të tyre përgjatë sezonit. Në situatën ekonomike që ndodhen, pushuesit thonë se nuk mund të përballojnë dot çmimet në stratosferë. Ata pohojnë se përgjatë gjithë vitit marrin të njëjtat paga dhe pensione, teksa në verë me to duhet të blejnë produkte apo marrin shërbime, por me çmime shumë herë më të larta, duke e patur të pamundur. Sezoni çmimet janë në maj këtu. Nuk flitet vërtet, nuk flitet fare për çmimet, janë seriozisht janë shumë më shtrenjtë. Vetëm në Itali e merr gjën edhe shpuna dhe gjën e merr më të mirë. Se sa këtu në Shqipëri. Unë këtu në Shqipëri, për zotin, më rëtuje 100 euro, 90 euro, 90.000 lekë shqiptare, ma qa do të bëjnë ato 92.000 lekë shqiptare. Janë shumë të shtrenjta gjëra. Ma se qonin televizor, po është shumë, e vërtet që janë shumë të shtrenjta. E bëjmë për turistët, po ne vlonjatët, hese kemi një vit turista, ne unë basim edhe vetëm vetë. Se i qojmë gjërat, i ngrejmë, nuk mendojmë për vitet e ardhshme, nuk i përballojnë dot. Se pensioni që marrin ata 70.000 lekë nuk janë asnjë gjë, i kanë të larta. I bëj thirrje e shtetit të marrë masat, se njerëzit janë me 70.000 lekë, me 80.000 lekë që marrin nuk kanë të ardhura. Unë nuk ha gjithmonë në shtëpi, nuk e di, s'kam qenë. Patjetër, turistët kanë lekë që vinë, ne kemi pensione dule. Jo, të ishte rënda, por duke të shportë ti e di. është buka, vaj, qumshi, këto. Nuk i kam djekur. Po, pa tjetër. Do të ngrinë akoma ku ka prodhim Shqipëri. Po qartë po tjetër. Po ka rritet shumë çdo sezon ka ato të vera. Të përditshme, nga zobatë, frutat, stendjen të gjithë. Ndikon, edhe i rrisin e qika, të shërbimet edhe ka. Edhe shumë si bëjmë ne majmë të përditshme, të vogla. Kontrolli do t'jetë në çdo kohë. Daç përballojnë si përballoj ajke, ato që ke me ato do përpiqesh. Ka tjetër pensionin që ke me ato do shtrihesh. Kështu që ndikon shumë. Po e ndjej, po kanë turistat. Edhe ne shqiptarët në çik duam se vetë. Jemi të pamëshirshëm për çështjen e çmimeve. Apo ku ndjej në çdo gjë, në çdo aspekt, në çdo ushqim. Te fruta, te perimet, te ushqimet. Shërbimi s'është i mirë. Ja, shiko dhe plazhisht është për i bret zotit. Çmimet me 100.000 lekë pension përballoj unë? Absolutisht jo. Duhet një reformë shumë lëvizshme. Do të thënë që jo ky shtet, mo po të ke kontroll e rrënjësisht kontroll. Sigurisht. Sigurisht. Janë shikoj kafinet të gjitha bosh. Shezloni pak në tutje bosh gjithë. Po të produktet e shkurt? Paka shumë të vjetë nuk janë. Një lloj paka shumë. Janë të përballueshme të çmimet? Po tani kjo varet bazë të ardhurave për çdo familje. Jo. Për një pensionist varet nga të ardhurat që ka çdo familjes. Po sigurisht janë jashtë kontrollit gjithçka. Edhe sipas Instat, përgjatë muajit qershor, çmimet e produkteve të shportës u rritën me 2.7%. Gjithashtu Instat konfirmon se edhe përgjatë korrikut, tendenca e rritjes së çmimeve të ushqimeve, por edhe kosto e shërbimeve është në rritje. Kjo për shkak të kërkesës më të lartë për blerjen e tyre përgjatë sezonit në krahasim me periudhat e mëparshme të vitit. Për turistët që kërkojnë një destinacion të bukur dhe me kosto të përballueshme për pushime verore, Shqipëria renditet këtë vit ndër zgjedhjet më të mira në Evropë. Mediat britanike veçojnë Rivierën e Jugut, Ksamilin dhe Dërmiun.
Për turistët që kërkojnë një destinacion të bukur dhe me kosto të përballueshme për pushimet verore, Shqipëria renditet këtë vit ndër zgjedhjet më të mira në Europë. Në një artikull të publikuar në median britanike Wallace Online, cilësohet vendi ynë si një nga destinacionet më ekonomike të kontinentit, ndërsa veçohet Ksamili si një alternativë mbreslënse kundrejt Maldiveve, fal ujrave të kristalta dhe plazheve me rërë të bardhë. Sipas medias britanike, Ksamili është një nga destinacionet evropiane më të lira për të rezervuar këtë verë dhe konsiderohet nga shumë vizitorë si Maldivet e Evropës. Edhe pse sezoni veror ka hyrë në kulmin e tij, ende nuk është vonë për të planifikuar pushime me diell jashtë vendit, ndërsa shumë destinacione të rejse ndodhen vetëm pak orë larg Britanisë së Madhe. Natyrisht udhëtimi gjatë një prej periudhave më të ngarkuara të vitit nuk është gjithmonë i lirë, por fatmirësisht janë identifikuar disa nga destinacionet më miqësore me buxhetin dhe Riviera shqiptare padyshim është ndër të parat. Sipas medias britanike, Bregdeti shqiptar shtrihet përgjatë deteve Adriatik dhe Jon, ndërsa disa nga plazhet më mahnitse të Evropës ndodhen në Rivierën shqiptare në jug të vendit. Ato janë cilësuar ndër më të bukurat në Evropë, ndërsa ishujt e Ksamilit veçohen si një perlë rallë. Dërmiu dhe plazhi i Alës përfaqësojnë një tjetër destinacion të jashtëzakonshëm për adhuruesit e diellit, duke ofruar festa në plazh dhe bare plot gjallëri, krahas bukurisë së tyre natyrore. Kështu Shqipëria është padyshim një nga destinacionet më të preferuara dhe një vend që meriton vëmendje. Arsimi profesional po fiton të re në zgjedhjet e të rinjve. Viti i kaluar shënoi rekordin e 25 viteve të fundit me 19.2% të nxënësve që zgjodhen shkollat profesionale. Sipas Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, kjo lidhet me zgjerimin e arsimit dual, ndërkombëtarizimit e mbështetjen financiare për nxënësit. Arsimi profesional po fiton gjithnjë më shumë terren në zgjedhjet e të rinjve. Viti kaluar shënoi rekordin e 25 viteve të fundit me 19.2% të nxënësve që zgjodhen shkollat profesionale. Sipas Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, ky interes në rritje lidhet me zgjerimin e arsimit dual, ndërkombëtarizimit dhe mbështetjen financiare për nxënësit. Kështu vitin e kaluar u shënua shifra rekord prej 19.2% më e larta e regjistruar në 25 vite në arsimin profesional. Qeveria miratoi dhe një të bursës për nxënësit e arsimit profesional. Për vajzat që ndjekin arsimin profesional ka gjysmë burse, gjithashtu jepen bursa për drejtime të veçanta më pak të preferuara si bujqësi, veterinari, gjeodezi. Gjithashtu jepen dhe për grupet vulnerabël me të ardhurat të ulta. Një është arsimi dual dhe një është ndërkombëtarizimi dhe i binjakëzimi me shkolla ekselence. Qeveria miratoi dhe një rritje të bursës që do jepet për nxënësit e arsimit profesional. Vajzat që ndjekin arsimin profesional ka gjysmë burse, jepen bursa edhe për drejtimet e veçanta që janë më pak të zgjedhura ose ndoshta më pak të preferuar nga të rinj tani më, siç mund të jenë bujqësia, veterinaria, gjeodezia dhe drejtime të tjera specifike. Gjithashtu jepen bursa edhe për grupet vulnerabël. Drejtimet kanë ardhur në rritje, 40% nxënësve hyrin në tregun e punës në 6 muajt e fundit. Sot ne jemi në shifrën e 63%, por çfarë shohim paralelisht, shohim me një rritje të nxënësve që ndjekin arsimin e lartë. Sot arsimi profesional ofron 27 drejtime në 31 shkolla publike në të gjithë vendin. Hoteleri, turizëm, teknologji e informacionit, mekanik dhe elektronik mbeten profilet më të kërkuara, pasi garantojnë mundësi të larta punësimi. Drejtimet kanë ardhur në rritje e për të mundësuar çdo dëshirë profesionale që çdo i ri apo e re ka. Lidhja e arsimit profesional me tregun e punës, 40% të nxënësve hynin në treg pune gjatë muajve të fundit të studimit. Sot është 63%, por shohim edhe rritje të nxënësve që ndjekin arsimin e lartë. Ndërkohë, regjistrimet për klasat e 10-ta janë hapur, aplikimet kryhen përmes portalit e Albania, ku nxënësit mund të zgjedhin shkollën dhe drejtimin që dëshirojnë deri në datën 30 shtator. Policia e Sarandës ka arrestuar një 30 vjeçar të shpallur në kërkim, i dyshuar për tentativën e rëmbimit të një vajze në Nepali pranë doganës së qafbotës. Sipas policisë, 30 vjeçari Kondi, banues në Tepelen, rezulton me precedencë të mëparshme penale. Policia e Sarandës ka vënë në pranga një të kërkuar prej fillimit të këtij muaji, i dyshuar për tentativën e rëmbimit të një vajze nga Nepali pranë doganës së qafbotës. Operacioni është zhvilluar mes ditën e djeshme në lagje numër 4,
pranë stadiumit të qytetit dhe ka çuar në arrestimin e 30 vjeçarit nga Tepelena, Marie-Glen Kondi, person me precedent të shumtë penal. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 18:53 të dykorikut në aksin Konispol Qafbot në vendin e quajtur Post Blok. Kondi ka tentuar disa herë të fusë me forcë në automjet të ren nga Nepali, e cila ka arritur më në fund të largohet me vrap dhe ta denoncojë në polici. Përmes pamjeve të sigurisë, policia ka arritur të identifikojë 30 vjeçarin Marie-Glen Kondi nga Salaria e Tepelenës. Ai rezulton person me precedent të shumtë penal. Në vitin 2020 është arrestuar për kultivim bimësh narkotike në bashkëpunim, por më pas është lënë në arrest shtëpie. Teksa ndodhi nën këtë mas sigurimi e ka thyer atë duke u arrestuar më pas në vitin 2021 për vjedhjen e disa kamionçinave në Lushnjë. Një i dënuar ka ndëruar jetë këtë të martë në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale në Fier. Viktima është 52 vjeçari Artur Doku, banues në Burel, i cili vuante dënimin për vrasjen e një personi, krimi kryer në vitin 1997. Mësohet se Dokut i kishin mbetur për të vuajtur edhe 9 vite e 5 muaj burg. Një i dënuar ka ndëruar jetë këtë të martë në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale në Fier. Burimet bëjnë me dije se viktima është 52 vjeçari Artur Doku, banues në Burel, i cili vonte dënimin për vrasjen e një personi, krimi kryer në vitin 1997. Mësohet se Dokut i kishin mbetur për të vuajtur edhe 9 vite e 5 muaj burg. Sipas informacioneve paraprake, 52 vjeçari kishte probleme me zemrën dhe dyshohet se ka ndëruar jetë për shkaqe natyrale. Pasi u përkeqësua gjendja shëndetësore, ai u transportua drejt Spitalit Rajonal të Fierit, ku mjekët konstatuan vdekjen. Më pas, trupi i pajet u dërgua në morg për kryerjen e procedurave mjekoligjore, ndërsa autoritetet kanë nisur veprimet procedurale për dokumentimin e plotë të ngjarjes. Nga të dhënat paraprake nuk ka dyshime për rrethana kriminale, ndërsa pritet që ekspertiza mjekoligjore të përcaktojë zyrtarisht shkakun e vdekjes. Të nderuar shikues, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.